Nga Krudo shkojmë tek një lajm i rëndësishëm që lidhet me rregullat të reja për emigrantët vendosura nga administrata e Donald Trump, një njoftim për një ndryshim të madh në rregullat e migracionit në SBA, që mund të prek qindra mijëra persona që aplikojnë për green card, pra për leje shëndrimi të përhershme në Amerikë. Sipas politikës së re, shumica e aplikantëve nuk do të mund ta përfundojnë më procesin ndërsa ndodhen në SBA, por do duhet që të kthehen në vendin e tyre të origjinës për të aplikuar. Deri tani shumë persona që jetonin ligjërisht në SBA me viza pune, studimi apo familjare mund të aplikonin për green card pa u larguar nga vendi. Kjo procedurë njihet si adjustment of status, me rregullin e ri, autoritetet amerikane thonë se kjo mundësi do të lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme. Duke ju referuar autoriteteve si gjithmonë, ndryshimi synon që të forcojë kontrollin mbi emigracionin dhe të shmang rastet kur njerëzit qëndrojnë ilegalisht në SBA pasi u refuzohet aplikimi. Megjithatë, kritikët thonë se kjo mas mund krijojë probleme të mëdha për familjet dhe për bizneset. Ekspertët paralajmërojnë se shumë njerëz mund të mbeten bllokuar jashtë SBA-s për muaj apo vite, sidomos ata që vijnë nga vende ku ambasadat amerikane kanë kufizime ose ku ekzistojnë ndalime udhëtimi. Gjithashtu, kompanitë amerikane mund të humbasin punonjës të kualifikuar në fusha si teknologjia, mjekësia dhe kërkimi shkencor. Politika e re ka shkaktuar padyshim reagime të forta edhe nga avokatët e migracionit dhe organizatat për të drejtat e njerëzit, të cilat e konsiderojnë këtë vendim si një përpjekje për të kufizuar jo vetëm emigracionin ilegal, por edhe atë ligjor. Ndërkohë që pritet që rregulli të përballet edhe me sfida ligjore në gjykat. Ky ishte pra ndryshimi i fundit nga Trump, kush do të aplikojë për green card duhet kthehet në vendin e tij të origjinës. Gjë që mund të sjellë problematika të shumta, të cilat edhe ekspertët i kanë paralajmëruar. Njësër problematikash mund të lindin si pasojë e kësaj politike të re nga administrata e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Dhe me këtë lajm ne kemi përfunduar edhe me viralin mëngjesin e sotëm.